Jemi të dekorimi, unë dhe kjo pema. Ngarkim, shkarkim s'kamë. Çfarë është ajo, Batolino? Do bëjmë disa cookies healthy, të shëndetshme. Kapet... Oh! Tu rendezën ti më bë. Kë po gjëra? Më duket vetja si ato mamat që janë duke vrapuar në ato filmat e Krishtlindjeve kështu për të bërë çdo gjë gati për të një tjetër vlog bashk. Më sa vlog mas. Kalojmë bashkë të gjithë dhjetorin, kështu që nëse është hera parë që më shihni, unë jam Romi, mos harroni të bëni subscribe dhe për të tjerët që kanë kohë që më ndjekin. Mirë se erdhët sërish. Sot do shkojmë Fifi, do të shatë thoja finalmente. O zoti mat, kam folë me Markon sot mëngjes dhe sa herë flas në italisht, më ngel diçka, bëj kështu gafash. Më në fund do shkoj të blej pemën dhe do ikim bashkë. Sepse i doli një takim pune tani last minute dhe dërgoj Bato në qerdhe dhe kështu që unë do të drejtohem pemës sa më përpara sepse kam frikë edhe nëse mbarojnë se kishte shumë dyndje këtë ditë. Kështu që do shkojmë ta marrim bashkë. Më duket vetja si ato mamat që janë duke vrapuar në ato filmat e Krishtlindjeve kështu për të bërë çdo gjë gati për të marrë çdo gjë. Ke parasysh ashtu po më duket vetja. Por që mendoj që mami është roli më rëndësishëm në familje, hacker sorry, but le të themi motori, çdo gjë, organizimi, ushqimi, gjërat. Jo se burrat nuk ndihmojnë, se mos më por që mamat janë mamat. E thënë kjo, le të ikim, që mos bëhemi vonë. Shtëpinë se kam sistemuar, krevati është i parregulluar, sepse është herët është ora 8:30, por doja të shkoja sa më përpara, ta merrja pemën që pastaj të kisha ditën përpara. Pas ka blerë hetëj një briosh, ma pas ka lënë këtu në makinë, nga që mendonte se do dilja pa ngrënë mëngjes, por unë hëngra sa shek me Bato. Ke parasysh kur je me fëmijën dhe gjithmonë mbetet në një gjë, e lën në një gjë, do me thënë prap mbetet diçka, dhe ti e hanë që mos ta hedhësh. Kështu përfundojnë që të hash gjëra që s'duhet hash, nëse flasim për dobësim, po unë nuk jam në fazë që po flas shumë për dobësim këto kohë, por nga janari ndoshta do rifilloj palestrën, edhe pse kam një problem me gjurin këto kohë, shumë keq jam. Pas kemi lënë karrocën e Batos në makinë, ndërkohë bëjmë gati të ikim. Lëm llafet, bëjmë hunting pemën më të bukur. Akoma po kërkoj vargjet për oxhakun ton, kjo më pëlqeu, po nuk gjej ku janë ato për t'u blerë, këto janë skandaloze. Pastaj ishin dhe ky opsioni këtu, por më duk shumë i ngarkuar. Mbas shumë kërkimesh, si përfundim, mora një deg që më pëlqen, po ishte e fundit. Dhe nuk e di, a do më mjaftoj. Kam përse jo. Erdhat e vendi pembe. Se ju kuptua që do ta marr natyrale. Më në fund vendosëm që ta marrëm kështu. Okej, kjo është tema, tani shpresojmë të na dali e mirë. Po më ndihmon ky djali që ta shkurtojmë pak trungun.
që mos të duket kështu si lëpirëse, po të ketë atë efektin e bukur. Ngarkuam. Shifa. Pema është 2 deri në 2:50, nuk e di tani se sa do jetë eksaktësisht kjo, sepse unë e preva pak. Si përfundim, e ngarkova vetë makinë. Erdha me idenë që do shija punonjësit e Megatekut që mund t'i kërkoja ndihmë, sepse kur isha me Hekrin kishte shumë punonjës dhe sidomos kanë marrë punonjës të huaj, nëse në gjithë Tiranën po bëhet kjo gjë, dhe ishin shumë të sjellshëm dhe mundoshin të ndihmonin, por në këtë rast nuk pash asnjë. Dhe bëra ca fizikulturë që me mëngjes. E thënë kjo, i drejtojmë shtëpisë sepse Hekri kishte mbaruar takimin dhe do takohemi te shtëpia dhe pastaj do merret ai me këtë gjë. Unë kaq ishte. Tani shihemi te dekorimi, unë dhe kjo Pema. Ngarkim shkarkim s'kam. Okej, jemi gati për vendosjen e Pemës, Romina Elfi. Edhe Hekri po më bën energjinë e duhur. Batov ka filluar tani që ka nga qerja, po sjell sërish rraqet e veta këtu, sa herë rregullojmë, pastrojmë. Tani gjën e parë që do bëjmë është do ndezim qirin dhe do fillojmë të sjellim gjërat. Pema do jetë aty në cep, do spostojmë edhe ato lulen. Çfarë është ajo, Batolina? Ekskavatori në aksion. O, Bato, qa bëre? Po heq këta? Babi, heqim rjetën. Po heq rjetën? Kjo është bazamenti i Pemës dhe kjo është pastaj mbulojca që unë zgjodha. Kushton të diku tek 30 më duket euro, se mbaj më mirë. Ishte pak e shtrenjtë, por ndërkohë ishte edhe ndër më të lirat. Kishte tira më të shtrenjta dhe kjo më pëlqeu se ishte natyrale dhe shkon pak edhe me parketin, mendoj, nuk e di. Ndërkohë Hekri po vazhdon prerjen. Them që është ndër pemët më të bukura që kemi pas ndonjëherë. Bato e vendosi këtë topin se nuk po priste. Po lëshohen edhe pak degët këtu. Ja. Por që wow. Bëra mirë që e preva se do prekte në tavan. Shikojnë sa bukur duket edhe ai bazamenti poshtë. Po Hekri është duke nxjerrë të gjithë zbukurimet që kemi ndër vite. Zbulojmë se qa kemi, sepse këto janë shumë të vjetra dhe nuk punojnë, edhe kafja e Hekrit këtu, sigurisht. Pohim këtu këto që kemi bler vjet më duket, Bato ndërkohë po merret me gjërat këtu. Drita, Bato? Drita, bravo! Ndërkohë që presim që të na vinë dritat e reja, i porosita, gjeta një faqe që do mi sjelli nda mbas ditës, sepse si duket më ndiqte, edhe ma bëri kështu si nder. Dhe
do bëjmë disa cookies healthy të shëndetshme, pak Christmas vibe për t'i ngrënë, që janë dhe për 19, por sidomos edhe për të vegjëlit. Do bëjmë në gjatë në vijim dhe ëmbëlsira pak më të rënda me sheqere të tjerë, po sot do t'ju propozoj një recet pa sheqer healthy, perfekte për fëmijët që han vetë që për typin dhe të moshës bato, sigurisht, ose dhe pak më të vegjël. Atëherë, do t'ju tregoj se çfarë kam këtu. Kam kanell, ja u tregova nga ana e gabuar. Kam gjallë, që e kam lënë jashta të shkrihet pak në temperaturë ambienti. Kam miell tërshëre, por edhe mund ta bëni vetë duke bluar tërshërën. Kam pure molle. Vanilje. Më mungon dhe një kokërvez. Ja, po i vendos të gjithë përbërësit. Tu, të bëj një foto, ta kem edhe për në Instagram. Nëse nuk më ndiqni në Instagram, më ndiqni Romina.Gjinali. Madje, juve që jetonin jashtë shtetit në Gjermani, më thoni nëse ju del profili im, sepse para shumë kohësh, disa vajza që më ndiqin nga Gjermania më thanë që nuk më gjenin dot në Instagram, kështu që provoni të më kërkoni dhe më bëni me dije, dhe nëse më gjeni sigurisht më bëni follow. Po i bëj screenshot, po i bëj një foto për bërëzve, që t'i kem pastaj në rast se do bëj një postim për ato që nuk i ndjekin rregullisht, sigurisht. Tani, do na duhet për këtë recet, do bëj brumin bashkë me ju, pastaj do merrem ta shtrim me batolinon. Do na duhen 150 gram miell tërshëre, pak peshoren, këtë e gjeni të Rosmani. Ju mbajt mend që pa ta bler dhe disa matës tek Jumbo, ishin të dobët, më thyen me një herë. Nuk e di jam qelloj mua kështu apo ishte vetë produkti. Pra 150 gram tërshërë, përgatita tërshërën, por në fakt do ta nis me këto le të quajmë të lëngshmet dhe marrim puren e mollës, kjo është nga Alcenero, që është organike, dhe tërshëra dhe ky mielli i tërshërës po ashtu. Edhe përbërësit e tjerë përveç së gjalpit që është italian, dhe do shfrytëzoj 100 gram pure të mollës, duhet të jetë e trash, jo e lëngshme, ja. Shikojeni. Nëse është shumë e lëngshme, pastaj bëhet pak më e vështirë për sa i përket përpunimit të brumit. Do shtojmë një kokërvez. Dhe një lugë gjelle gjalp, siç të thash, ta keni lënë të paktën gjysmore, ndoshta edhe më shumë jashta në temperaturë ambienti dhe shikojeni si është bërë. Sepse shërben pastaj edhe si lidhës, nëse është shumë i butë, nëse e shkrini, nuk lidh siç duhet, dhe këtë e kam parë sidomos në recetat si cinnamon rolls. Do t'ju shtoj edhe vanilje, vanilja është opsionale, e kam marrë të lëngshme dhe do e shtoj tek pjesa që më ra një copë letre, tek këto përbërësit që janë më të lëngshëm. Unë e dua që këto biskotat të kenë shumë aromë, sepse gjithmonë Krishtlindjet më kujtojnë gatime me shumë aromë, me shumë erza, me kanell, me trëndafil, me ginger, me shumë gjëra, kupton? Me shumë gjëra, me shumë aroma. I përzim përbërësit. E shikoni këtë dorën e vogël këtu, erdhi ndihmë si kryesor. Ja, erdhën bato ta punojmë bashkë. Edhe kanell. Tani receta thot gjysmë luge, por unë zakonisht i shtoj më shumë sepse e adhuroj kanellën dhe ju kam thënë dhe herë të tjera. Dhe mbasi i kemi shtuar, i përzim dhe formohet brumi.
Tani unë ndryshoj pak letër. Do heq këtë pjesën që ma ka grysur Bato. Por do ta përdor atë pjesë për ta shtruar brumin. Duhet të jetë në lartësim prej 1 cm. Pak a shumë, shikojeni. Ja ku është brumi, nuk është shumë, sepse zakonisht bëj gjëra me sasi shumë të mëdha për shkak të Batos. Nëse shoh që i pëlqen shumë, ja bëj sërish, që t'i ketë të freskëta. Dhe do shtroj do përdor këto format që kam të Krishtlindjeve. Sepse nuk kam blerë të tjera, por do blej disa të tjera dhe do i bëj kat. Ashtu, bravo Bato, shtrije brumin. Ashtu, bravo, shumë mirë. Tani do i bëjmë kat. Ja. Meri këto. Zgjidhe formën tënde të preferuar. Do këtë këtu. Mua kjo më pëlqen, gingerbreadi. Prit. Ha, vendose. Po ju, ashtu. Mirë. Kape, kape këtë. Mirë, do t'i bësh 5 për një heri. Dhe tani erdhi momenti i furrës. Disa dolën të bukura, disa dolën me gishta nga Bato, po s'ka gjë. Do t'i pishni për 10-15 minuta dhe janë gati. Unë do t'i vendos tek mbajtësia e cookies që kam marrë. Ndërkohë Bato po vazhdon këtu akoma me një copë të vogël brumi, shikojeni. Amo Bato. Po, ajo nuk bëhet ashtu, o Bato. Prit, ndihmoj unë, prit. Ha, buono, bravo. Bravo, Bettelino. Okej, unë rindrova me outfitin që kisha kur vora pemën, po, ta japun. Erdhen më në fund këto dritat dhe më duket se janë shumë bukura. Do t'ju tregoj, më kushtuan 15 euro plus 2 euro transporti. Tani ta hapun. Përpara se të rinisim me pemën, do vendos në vend biskotat, shikojni. Kanë dalë shumë të mira dhe shumë buta. Këto dritat që kanë shumë bukura. Dhe po përdorim metodën që do vendosim si me shirita nga sipër poshtë, pastaj nga poshtë ngjitemi sërish sipër dhe kështu me radhë, jo rreth e qark. Patolino ndërkohë ka hapur të gjitha. Nuk e dia e mbani mend këtë kostumin që ja bleva në Milano, fix për të bërë pemën ja mora. Rendeze ti më bë. Kë po gjëra? Ta shoj mamin. Rendeze mamin me xhiru. Ti. Mirë, bravo. Fike tani.
Edhe pse ishte një punë shumë kolosale, mund t'ju duhet 1 orë, 2 orë vetëm për të vendosur dritat, por ja super vlen. Do me thënë, blini këtë drita se pema juaj do duket e mrekullueshme. Tani jemi duke vendosur topat me baton që i ka bërë të qerdhja para 2 ditësh dhe është kënaqur shumë dhe kam mësuar atje dhe po na tregon ku t'i vendosim. Tregoj që nga ka. Po na tha që Bato ishte usoll shumë mirë kur zbukuruan pemën dhe ishte vetmi që nuk i prishi gjërat. Dhe thashë këtë ndoshta është mësuar nga që ne lëm shtëpi, po zakonisht këtu nuk është se çfarë bëri na i prishi. Këtu na i prishi, këtë po them, u habitëm. Kur shkon në qerdhe kërcen, nuk prish gjëra, kurse këtu në shtëpi bën si turpshëm dhe vetëm prish gjëra. Apo jo Batolino, ç'ne ky ndryshim kështu? Kemi dhe këtë luanin e shtëpisë, Arushin. O Rio, e sa i miqë je. Po të pëlqen pema Rio? Ike? U mërzite? Shumë mirë, Gjangjare.